Një biznesmen grek, William Argyros, me qëndrim në Kaliforni, ka bërë të mundur kalimin e $80.000 tek Bilali i Ramës, i cili më pas do të siguronte biletën për shefin e rilindjes. Së dyti, dhe fakti shumë i rëndësishëm, është se mediat e Washingtonit dhe Brukselit kanë vënë emrin tashmë për burimin e $80.000 dhe emri është Edi Rama. Pra shtetasi huaj numër 2, i cilësuar si i tillë nga FBI, sot ka një emër. Dhe ky është Edi Rama dhe qendrat më të rëndësishme të opinionit publik ndërkombëtar në Bruksel dhe Washington kanë vendosur gishtin ndaj tij. Ku i mori ai $80.000 që pagoi për foton me presidentin Obama, cili është burimi i këtyre parave? A janë para të ligjshme apo janë para të drogës, të trafikut, të krimit, para të ngjashme me të cilat ai erdhi në pushtet? Ka rritur sulmin ndaj prokurorisë për një arsye të vetme, sepse prej një muaji Partia Demokratike ka çuar aty kallëzimin penal për burimin e parave të dyshimta për $80.000 që ka përdorur për financimin e kësaj fotoje.